Pas deklaratave të fundit të Laert Vasilit, ku aktori paralajmëroi ndjekje ligjore ndaj disa banorëve të Big Brother VIP Albania, nuk ka vonuar përgjigje e Xhibanit. Ish banori edicionit të 4 përmes një reagimi të gjatë në rrjetet sociale, Xhibani shpreh i revoltuar ndaj qëndrimeve të Laertit dhe akuzon atë për hipokrizi. Në reagimin e tij, Xhibani përmend edhe momentet brenda shtëpisë, duke nënkuptuar një sjellje kontradiktore të Laertit. Të kam parë vetë si ke shikuar, si ke prekur dhe puthur duar e buzë, me konsensus sigurisht. Po do të nisësh ndjekje ligjore, merru me ato që të kanë sharë kërcënuar realisht, jo me përqafimet. Ai thekson se produksioni ka pasur një rol të madh në rrugën e Laertit drejt finales, por nuk lë pa përmendur edhe ndihmën që sipas tij i kanë dhënë disa banorë. Mos harro edhe 3 shoqe që të kanë mbajtur me hatër. Në fund Xhibani i kthehet edhe çështjes së artit e krijimtarisë duke u shprehur: "Babai im ishte oficer, por shkruan dhe poezi e vazhdon të botojë edhe sot. Ti për 4 muaj brenda shtëpisë nuk shkruajte asnjë varg." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.